Dy të rinj janë arrestuar në Shkodër, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pas zbulimit të një ambienti të marrë me qera që përdorej për fshehjen dhe përgatitjen e lëndëve narkotike për shitje. Specialistët për hetimin e narkotikëve, në bashkëpunim me seksionin e mbështetjes operacionale dhe forcat Shqiponia, bazuar në informacionet e siguruara për shitje të lëndëve narkotike në qytetin e Shkodrës, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar Target Group. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan shtetasit Niko F, 18 vjeç dhe Kristian Z, 20 vjeç, të dy banues në Shkodër. Ata u kapën në flagrancë nga shërbimet policore në lagjen Manush Alimani me doza të lëndëve të dyshuara narkotike, kokainë dhe kanabis sativa, të cilat i posedonin me qëllim shitjen, kryesisht tek moshat e reja. Gjithashtu u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tyre, 23 vjeçari me inicialet LA, banues në Shkodër. Ky shtetas kishte marrë me qira një ambient në lagjen Manush Alimani, ku bashkë me dy të arrestuarit fshihnin lëndë narkotike dhe përgatisnin në doza për shitje. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një sasi e madhe dozash të lëndëve të dyshuara narkotike, kokainë dhe kanabis sativa, qindra qese farmaceutike për paketimin e tyre, 5 peshore elektronike, 2 celular, një armë ftohtë shkop metalik, një motomjet që përdorej për këtë veprimtari kriminale dhe një shumë parash e dyshuar e përfituar prej saj. Vjen puna për kapjen e të shpallurit në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet i kanë kaluar organit të akuzës për veprimet mëtejshme hetimore.